Ju përshëndes. Teksa kam 10 minuta, doja që t'ju tregoja një histori për torret binjake. Pra për kullat binjake në Amerikë. Është një histori që tregohet kohët e fundit dhe ka mëllëngjyer shumë njerëz. Dhe unë doja që ta diskutoj me ju dhe të bëj një listë të gjithës asaj që ndodhi në vitin 2001. Në 11 shtator të vitit 2001, një pilote e një F-16, një avionin para luftarak amerikan e quajtur Heather Penny, po fluturonte në afërsi të Washingtonit. Dhe ajo mori një sinjal, i dhan një urdhër që të shkonte në një mundësi të një avioni që ishte dirotuar ose kthyer nga këta një grup njerëzish që nuk dijej për momentin, sepse ende nuk ishte bërë e njohur, por avioni nuk po vazhdonte në drejtimin e duhur dhe duhej me së zbën me fjalë që të ndalonte. E vetmja mënyrë ishte që të dërgonin një kaça, që quhet një këta avionët luftarak F-16. Dhe ajo gjendej eksaktësisht në atë zonë. Dhe kështu që i thanë që të kthehej mbrapsht nga fluturimi që po bënte dhe të shkonte drejt këtij avioni. Ishte një avion me rreth 120 pasagjerë dhe ajo u detyrua që të afrojë tek avioni, por në atë moment që ajo po fluturonte, sepse ishte në një moment gjatë një fluturimi rutin, nuk kishte municione, nuk kishte asnjë predh, nuk kishte asnjë gjë. Pra, ajo s'kishte se si mund ta luftonte këtë avion. E vetmja mënyrë ishte vetëm një. Vetëm që ta qëllonte në kokë avionin dhe si kamikaz dhe të vdiste. Së bashku me pilotin tjetër, me kopilotin që ishte një tjetër, Jamesi. Dhe ju afrua dhe i kërkoi që të ulej. Ndryshe i tha, me fjalë, pas shumë peripecish, pas shumë kërkesash më në fund, e bëri që të kthej avioni, sepse ndryshe ajo tha që nëse tani tha, do t'jap pak sekonda kohë, nëse ti nuk e bën, unë tha do t'ju qelloj. Dhe do i qelloj, po ajo nuk kishte thënë që nuk kishte predha, por do shkonte direkt me avion dhe ju afrua. Dhe ishte kjo arsye që ai avion u ul me fjalë u përplas, sepse në fundit ajo e bëri që ai të përplasej në një vend, në një tokë të sheshtë, me një fjalë, dhe që s'kishte një pistë dhe shpëtuan gjysmat e njerëzve, një pjesë e madhe prej tyre ngelën të vrarë dhe disa prej tyre të plagosur rënd. Pra kjo është ai tregimi zyrtar që quhet për sa i përket kësaj piloteje. Dhe kam lexuar shumë polemika për sa i përket këtij rasti, sepse disa që kanë mendimin e konspiracionit për atë vitin 2001 që nuk ishte askush, me fjalë që kishte kthyer avionët, pra nuk ishin arab ata që bën, por nuk ishte urdhri i tyre, pra i arabëve, ose i Irakut, por ishte e përgatitur nga shërbimet sekrete amerikane. Pra këtë thonë disa konspiracionistë dhe thonë që historia e saj është gënjeshtër. Unë them që nuk është gënjeshtër dhe do të them pse përse. Atëherë pikë së pari edhe unë kam pikë pyetje për atë rast, pra për vitin 2001 të torreve binjake ose të kullave binjake. Por rasti i kësaj piloteje është i vërtet, themun që është i vërtet, mund të jetë i vërtet për të vetmen arsye. Sepse nëse ta përgatisnin shërbimet sekrete të gjithën atë që ndodhi në vitin 2001, njëkohësisht edhe të kësaj piloteje, me fjalë të gjithë do ta merrin vesh, sepse shërbimet sekrete kur organizojnë diçka nuk duhet ta marrë vesh kush. Kështu që unë besoj që disa pilotë nuk e dinin, ose disa ushtarë nuk e dinin. Jo disa, por pjesa dërmuese nuk e dinin. Madje edhe general të rëndësishëm nuk dinin nëse ishte organizuar, thash, një gjë e tillë, ose jo. Dhe asaj ju dha vetëm urdhër, dhe kaq, ajo zbatoi vetëm urdhrin, pa e ditur se kush ishte. Tani në avion, sipas gjasave, mund të ketë qenë me të vërtet një me origjinë, jo mund, po ishte me origjinë arabe. Por kryesorja është që mund të ketë qenë një i nxitur nga dikush, pra i shërbimeve sekrete si thuhet, që të bënte një, me fjalë, të luftonte për Zotin e Madh, për Allahun. Pra dhe disa, pra nga këta që morën pjesë, pra që u bindën dhe morën pjesë në atë aksion, besuan vërtet, besuan se dikush nga Iraku ose nga vendet arabe po
organizonte një gjë të tillë. Dhe disa morën pjesë vullnetarisht, të tjerë morën pjesë sepse u thanë për një pagesë të majme, por në momentin e dur, disa për shembull tregohet për njërin që ai që e kishte organizuar i tha, shiko tha, deri në moment sepse e tërhoqi. Në fillim fare e tërhoqi, po organizojmë diçka kështu. Do që t'jesh me ne, do kesh edhe një pagesë të majme, do vesh në parajs etj, siç përdoret gjithmonë. Dhe ky u bind, kishin kërkuar disa, po ky ishte një nga ata që u bind. Dhe meqense ky u bind, ndejtën kohë që e përgatitën, edhe psikologjikisht, por edhe fizikisht, por në momentin e fundit pikërisht një ditë përpara se të ndodhte, ai që kishte furnizuar me të gjitha këto mendime dhe që do jetë para etj, i tha që unë do shkoj me avionin tjetër, ti vazhdo me atë avion aty. Pra në fund fare iku ai tjetri. Dhe askush nuk e mori vesh se kush ishte dhe nëse ishte i shërbime sekrete ose jo. Megjithatë, rasti është i dokumentuar dhe tjetri që është akoma më i dokumentuar është fakti i një gazetari francez që nuk jam mbaj mend emrin sepse kemi folur para ca kohësh, që gazetari francez ishte gjendej në Washington, një nga gazetarët më të mëdhenj me fjalë në francez që ishte në Washington dhe jepte të dhëna pikërisht për këto detaje. Ai rastësisht u gjet në Washington dhe shkoi në Pentagon. Ai shkoi në Pentagon me qenë se kishte ndodhur përplasja e parë në kullat binjake dhe me qenë se ai gjendej aty, ai kërkonte të bënte ndonjë intervistë aty të filmonte diçka. Dhe krejt rastësisht ai në momentin që ju afrua, pra Washingtonit, dëgjoi këtë përplasje të madhe, këtë shpërthim të madh. Dhe që sipas gjasave ishte një avion i tretë që shpërtheu pikërisht duke goditur atë si quhet ajo, të shërbimeve sekrete të Pentagonit, atë torren e madhe. Dhe kur shkoi ky francezi, bëri foto, nuk kishte asnjë avion për momentin. Ai shkoi me vonesë, shkoi rreth 20 minuta, ndoshta një orë me vonesë sipas gjasave, por nuk kishte asnjë avion, kishte vetëm një brim. Tani brima është thjesht një brim që nëse një avion ka krah, do të kishte edhe nga anët, me fjalë kjo brima do të kishte ato krahat e avionit. Por e qoftë dhe krahat e avionit nëse do përplaseshin aty, do shkëputeshin, do binin aty në tokë. Nuk kishte as avion dhe as krahat e avionit. Thuhet që i morën dhe i hoqën. Megjithatë ajo që mbetet për herë një mister që të gjitha fotot, se çfarë regjistroi ai gazetar francez u zhdukën, por më keq ai ishte që u zhduk edhe gazetari francez. Madje James Moore, që ishte ai që bëri dhe këtë një hetim, një gazetar, regjizor, një hetim të gjatë, ai pas 8 vitesh, në vitin 2007-2008, mos gaboj, bëri një dokumentar ku tregonte me hollësi që në torrat binjake nuk kishte gisht Bin Ladeni apo Iraku. Tjetra që është akoma më e rëndësishme, kemi bërë një emision ku kemi folur për ushtarët amerikanë që shkuan pikërisht në vitin 2001 në Irak dhe gjetën ton të tëra flori. Disa thon 1 ton, disa thon 10 ton flori. Disa të tjerë flasin për shuma të mëdha etj. Megjithatë, e rëndësishme është që morën flori nga andej dhe çuan në Amerikë. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, nga viti 2001 këtej, u mblodhe dhe nafta që e përvetsoi Amerika, pra nga Iraku. Por nuk gjeti as armë, që thoshin që kishte armë vdekjeprurse kundër njerëzimit Iraku, dhe nuk gjetën as një ushtri të përgatitur ashtu siç mendonin. Pra ushtria që kishte Saddam Husseini e kishte vetëm për të mbrojtur nga ata vendet fqinj. Dhe amerikani i mjaftuan vetëm 24 orë për ta hedhur për tokë, pra të gjithë Irakun. Dhe kjo tregon edhe një herë tjetër që ka diçka në atë të torreve binjake, me fjalë të kullave binjake, që nuk shkon që mund ta kenë organizuar irakenët. Për më tepër, tregohet që Bin Ladeni nuk ekzistoi fare, me fjalë ekzistonte më përpara. Dhe kishte qenë në shkollë aty ku shkonin dhe këta të mëdhenj, dhe ku ka shkuar të mëdhenj, vetëm të disa familjeve të rëndësishme, por ai nuk u gjetën gjurmët e tij. Thuhet që më vonë ai u kap në vitin 2003 o 2005, nuk më mend, por edhe ai nuk u gjetën gjë. Megjithatë, pas gjithë këtyre viteve, studime etj, që të gjithë kanë dalë në konkluzion që torret binjake
në fjalë kullat binjake nuk u hodhën në herë nga njerëz që ishin ose nga organizata arabe ose nga vende që vinin nga vendet arabe, por mund të jetë organizuar diçka nga shërbimet sekrete vet amerikane për të vetmen arsye që ashtu siç ran ato, pra u bë një studim edhe në të gjitha në të dyja këto kullat ku u vëre eksploziv, është gjetur eksploziv ku sipas gjasave të pak në kjo thuhet, ku të gjithë pallati ra në vetvete, pra nuk ra nga një anë apo nga një tjetër, por u thërmua. Duke u goditur vetëm nga 2 avion, u thërmua i tëri. 2 avione goditën në maj, jo poshtë, por në maj. Zakonisht kur thyen diçka e thyen poshtë e pastaj ajo bie dal nga dal. Por avioni thyu në maj dhe gjoja që këto katet, pra pesha e kateve duke rënë njëra poshtë tjetrës, bën atë që shkatëruan gjithë këto pallati. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Sepse përveç kësaj, unë do t'ju them dhe 3 gjëra të rëndësishme që i zbulova unë, jo se i thon tjerët, dhe më kanë bërë shumë përshtypje. Një, e kam thënë të, por do ta përsërisja, një drejtoresha, një shoqja ime, Ksul Kuqi, që e përshëndes, shkrimtare, vajza e saj ishte drejtoreshe e një organizate të rëndësishme që ishte pikërisht aty në torret binjake, në kullat binjake. Dhe atë e kanë thërritur 2 ditë përpara se të ndodhte kjo gjë, diku në Hawaii. Dhe ajo shpëtoi. Tjetra që është akoma më e rëndësishme është që gjatë përplasjes së avionit të parë, ditën tjetër, shkuan dhe intervistuan babain e një nga këta dirotatorët, nga këta që mori avionin. Dhe si përfundim i than hapi derën babai dhe kjo me telekamerë në dorë i tha çfarë mendimi keni ju tha për djalin tuaj tha që është një nga këta kryesorët që ka kthyer avionin. Çfarë avioni thaj? I tha jati. Çfarë avion përse e keni fjalën? Po djali juaj tha është një nga terroristët, djalim terrorist. Se po flisin tha? Po tha sepse ka shpërthyer një nga me fjalë ka hedhur avionin tha në një nga kullat binjake. Kur, tha i? Se unë sot në mëngjes fola me të. Po jo, tha jo, mbrëm, tha. Me një fjalë, a i në mëngjes, babai, kishte folur me djalin e tij. Mos ndoshta ishte bërë një gabim, sepse thuhet që ishte bërë një gabim, me një fjalë që ky ishte një emër i ngjashëm me atë, dhe intervista, në fakt, nuk u duk më, u zhduk ajo intervistë, por mund të ketë qenë ky shkaku që mos bëhen polemika të mëdha, apo ndoshta nuk e kishin gjetur ende atë për ta eliminuar përpara se jati ta dinte ose gjithë bota ta dinte. Ndoshta u vonuan ata që do ta ishin qafe. Tjetra është që ajo që flitet shumë pak është fakti që në torret në kullat binjake ishin bursat më të mëdha. Dhe po thuajse gjysma, ose thonë të gjitha, apo gjysmat e parave që ishin aty në ato bursa nuk ju dhan kujt. Me një fjalë mbeten aty. Pra një lëvizje e tillë e kullave, përveç parave që u mblodhen nga ato që nuk dhan kujt, por edhe për arin, për naftën dhe të gjitha ato që ndodhen më vonë, edhe për rindërtimin e kullave të tjera më të mëdha, më të sofistikuara, aty unë them që ishte një nga bizneset më të mëdhenj të gjitha kohrave. Mendoj, mund të jetë kështu? Ju si thoni. Është e çuditshme se si ndonjëherë historia ku thuhet shpesh tregohet ndryshe ose është ndryshe dhe tregohet ndryshe. Megjithatë, sot kanë kaluar kohë dhe pothuaj që të gjithë janë të njëjtin mendim që në atë terrorizëm që thuhet publikisht që ndodhi në vitin 2001 nuk ishte e organizuar nga vendet arabe, por diçka nga shërbimet sekrete. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni dhe ta diskutojmë. Sepse ndoshta ishte edhe një moment delikat për Amerikën, sepse në vitin 2000 filloi që të themeloi Bashkimi Evropian, pra të nxirrte monedhën dhe filloi të kishte forcë të madhe dhe parashikimi ishte që do ta thyente dollarin në mes për një kohë shumë të shkurtër. Dhe kjo i duhej jo vetëm Amerikës, pra, por edhe të mposhte edhe Evropën për një kohë të gjatë. Dhe ajo që ndodhi. Dhe pyetja është, mos ndoshta është e vërtetë ajo që thon teoricientët, pra që ishte e gjitha organizuar, pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.